Është zhvilluar sot mbledhja e përbashkët e Komisionit të Çështjeve Ligjore dhe Administratën Publike me Komisionin për Nismat Qytetare, Bashkëpunimin dhe Mbikëqyrjen Institucionale. Në seancën dëgjimore, prokurori i përgjithshëm Olsian Çela raportoi mbi gjendjen e kriminalitetit për vitin 2024. Gjatë fjalës së tij, kryeprokurori u shpreh se në 2024 janë shqyrtuar 61.167 materiale, 45.576 procedime penale. Tirana me procedimet më të larta, Dibra dhe Kuksi me numrin më të ulët të procedimeve, u shpreh kryeprokurori. Ndërkohë prokurori Çela deklaroi se gjatë vitit 2024, 2159 persona të përgjuar, nga të cilët 933 me autorizim nga gjykata. Gjatë vitit 2024 janë ekzekutuar 933 vendime për përgjim të autorizuara nga gjykata në hetimet paraprake dhe 538 autorizime dhe urdhra të prokurorit. Është mundësuar interceptimi për 2361 pajisje fundore në përdorim të 2159 personave të dyshuar si të përfshirë në vepra penale, sipas kryeprokurorit Çela.